Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në pikë. Kur e gjithë vëmendja është se çfarë do të prodhonte takimi i kryeministrit me ministrat e deputetët në Pogradec, në krahun tjetër, Shqipëria mbetet ende njësoj. Vazhdojmë të kryesojmë Evropën për pagën më të ulët, fuqinë më të ulët blerëse. Krimi dhe rendi janë bashkë në shumicën e kohës dhe Shqipërinë me sa duket e duan më shumë ata që nuk jetojnë në territorin e saj. Parqet janë pothuajse të gjithë në flak dhe më shumë rëndësi në këtë territor të shqiponjave, duket sikur kanë qell gërvishtëset apo çdo ngrehin e promovuar nëpërmjet Albanian Files, derisa për të parën herë një grup I konsiderueshëm arkitektësh ngren alarmin për një infrastrukturë as pak të jetueshme qytetare. Por kur gjithçka ndodh në ditën me diell, e në media publikohen intervista pensionistësh që bëjnë kilometra për të ardhur e për të takuar nga afër si mrekullibërës kryeministrin e vendit, kur shqiptarët e sëmur marrin rrugët të mjekojnë rrugëve të botës nga që nuk kanë besim tek miksia vendase, shumë kush zgjedh që syti edh në selim blu e të kërkojë me të drejtë pse jo çfarë po bën opozita e vendit. Asnjë përgjigje nuk mund të jap unë për këtë, sepse detajet I marrim nga I përzgjedhuri si nënkryetari më I ri I Partisë Demokratike, Belind Kolliçi që më bashkohet sonte në studio. Faleminderit zoti Kolliçi që jeni këtu. Herë, faleminderit për ftesën e për formatin shumë më ndryshe, shumë të lirshëm kam përshtypjen, shumë më interesant, edhe suksese dhe urimet më të mira. Uroj që të njëjtin opinion të ndani edhe në fund të emisionit, patjetër. Zoti Kolliçi, cili ishte detaji apo elementi që mendoni se ju përzgjodhi ju si nënkryetarin e ri të Partisë Demokratike? Që përgjigje standarde do ishte që duhen pyetur anëtarët e Këshillit Kombëtar, po jo, kam përshtypjen, unë është hera e dytë që kam garuar për këtë pozicion, kam garuar dhe në vitin 2022. Përballë dy miqve të mi edhe në atë periudhë, zotit Boqe dhe zotit Bylykbashi. Por kam përshtypjen që aktiviteti im politik në këto 4 vite, pra nga gara e fundit, nga viti 2022, nga në mos gaboj qershori 2022-shit, deri në korrik të 2026-s, vetë trajektoria politike, angazhimi, betejat publike që kam ndërmarrë, që për te modestisë nuk kanë qenë të lehta dhe nuk kanë qenë as pak të thjeshta, edhe sigurisht kanë patur pasorat e veta. Personi protesti I Partisë Demokratike. Po ka qenë edhe një sipërmarrje shumë e madhe në fakt, edhe betejë elektorale e vitit 2023, 14 maj 2023 nuk ka qenë as pak një betejë thjesht, jo vetëm për mua, por për gjithë demokratët që kemi qenë pa vul, pa logo, pa financa, pa mbështetje mediatike, në kufi mbijetese dhe sigurisht ka qenë një betejë në kushtet e ekzistencës për Partinë Demokratike. Kemi arritur të marrim 36% votave në Tiranë, thënë thjesht me duar në xhepa, pra vetëm me program dhe vetëm me mbështetjen e demokratëve të thjeshtë, qytetarëve të thjeshtë. Por më pas nisi ajo saga e famshme edhe aksionit politik për largimin e Kreut Bashkisë Tiranë, I cili sot ndodhet në burgun e Durrësit me 14 akuza për korrupsion. Dhe pa diskutim ka qenë dhe aksioni në mënyrë permanente I denoncimeve pareshtur të aferave më të mëdha korruptive të kësaj qeverie, që mbajnë emrin e Belinda Ballukut, Vete Di Ramës, Tolsi Ramës, Kajo, Roni Efeti, që do dëgjoni shumë shpesh dhe shumë shpejt edhe të reja të fundit, aferat në shëndetësi, aferat në arsim, aferat kudo në fakt që janë kthyer sot në kryefjalin e qeverisë së këtij vendi. Kështu që kam përshtypjen angazhimi politik, jo vetëm to 4 vite, po duhet të kuptojmë që unë kam nisur rrugtimin tim politik në Partinë Demokratike në vitin 2009. Kur sapo u ktheva atëherë nga studimet në SBA, dhe sigurisht kam ndjekur hap pas hapi dhe shkallë pas shkallë gjithë rrugtimin politik dhe të karrierës politike brenda PD-s. Kulminoi në këtë moment me përzgjedhjen time me votimin dhe votbesimin si nënkryetari I Partisë Demokratike. Është një përveç se të jetë një privilegj, sfidë shumë e madhe për mua, sepse është një kostum që do duhet ta justifikosh. Patjetër, besimin e madh të Këshillit Kombëtar, leadershipit Partisë Demokratike, dhe sigurisht jemi në guzh, jemi në punë, kështu që edhe unë I përgjigjem pra besimit të demokratëve për të më thënë këtë pozicion kaq të nderuar, me përkushimin dhe devotshmërinë time që sigurisht nuk do të mungoj asnjë ditë. E konfirmoj këtë sepse nga bisedat që kemi pasur gjatë ditëve të gushtit të nxehtë, gjithmonë keni qenë I lidhur me një takim, me një kryesim, me një angazhim që ka të bëjë gjithmonë me partinë. Por të garoje përballë Luciano Boçit, personi I cili theu hersi në 2021, mbetet sonte
ende një nga ikonat e Partisë Demokratike. Ishte e vështirë? Shiko, në radh parë do duhet diskutohet fakti që përballesh me një mik, me një koleg, me një person që unë kam shkuar dhe shkoj shumë mirë në Partinë Demokratike dhe sigurisht nuk është ndjesi e mirë kur je përballë një kolegu, një shoku dhe kur e merr vesh edhe pak orë para, le të themi, para kandidimit, pra të dy u finalizua pak orë para votimit që do të ishim të dy në garë me njëri tjetrin. Unë vetëm më shtuar vlerësimi për zotin Boçi, për sa i përket kontributit tij, angazhimit tij në vite dhe faktit që në ka një njerëz të dytë në Partinë Demokratike që bashkëndon me mua rrugtimin, sakrificën dhe njohurinë se çfarë ka qenë të garosh, pa vul, pa logo, pa simbole, pa mbështetje, pa financa në vitin 2023 është Luciano Boçi, kur të dy bashkarisht lam mandatet dhe karriget e sigurta në parlament për të hyrë në dy nga betejat më të vështira të atyre zgjedhjeve lokale në Tiranë dhe në Elbasan, ku të dy përballë kemi pasur makinerinë elektorale të kësaj qeverie, të vajosur me paratë e krimit dhe të korrupsionit, por mbi gjitha kemi pasur krimin e organizuar përballë. Dhe pra kemi qenë të dy bashkëvuajtës të një fushate tërësisht atipike, në gjykimin tim është e paprecedent dhe do jetë e paprecedent edhe në vitet që do të vinë dhe në dekadat që do të vinë, se nuk besoj më do të prodhohet një histeri e tillë, një çmenduri e tillë politike që partisë më të madhe opozitare në vend t'i vidhet vula logoja me vendim gjykate, siç ndodhi në atë rast. Dhe sigurisht me zotin Boçi na kanë bërë bashk kauzat edhe përballjet shumë të forta. Sigurisht zoti Boçi ka thyer hersin në vitin 2021. Të njëjtën gjë kam bërë dhe unë në vitin 2021, pra kemi qenë dy nga kandidatët që kemi tejkaluar le të themi minimumin e kërkuar për të marrë votat për të hyrë në parlament, që ka qenë mos gaboj rreth 10.500 vota. Të dy kemi kapërcyer kufit e 11.800 vota, pothuaj 12.000 vota, respektivisht Tiranë dhe Elbasan, dhe është një garë shumë e fortë dhe garë reale, që unë do të doja të thoja, po e lehtë është kjo nga unë që nuk ka fitues dhe nuk ka humbës. Pra pa diskutim, unë sot jam këtë pozicion, por zoti Boçi ka aksionet e tij, kreditet e tij, respektin e tij brenda strukturave të Partisë Demokratike dhe pa diskutim mbetet një aset për Partinë Demokratike. Uroj dhe shpresoj që të gjitha garat të trajtohen në këtë formë brenda Partisë Demokratike, sepse një herë ka kohë për fitues, një herë ka kohë për ata që nuk fitojnë, unë nuk i quaj humbës. Unë vetë kam provuar edhe shihen e të mos fituarit në një gare, 4 vite më parë, nuk kam pasur asnjë problem, kam vijuar angazhimin tim edhe më fort, rrugtimin tim politik dhe do doja ta shija në këtë formë. Sigurisht në kontekstin ton politik, në kulturën ton politike, ballkanike, edhe pse jo shqiptare, shpeshherë është e vështirë të kapërdish humbjen brenda strukturave, por kam përshtypjen nuk ka qenë ky rasti i zotit Boçi dhe nuk është ky, sepse vjen të kemi një misi dhe një komunikim dhe një bashkëpunim të shkëlqyer me njëri tjetrin. E qartë. Belind, nuk jeni vetëm ju tek grupimi i të përzgjedhurve të rinj, por ndonë se keni vite që ata shohin në Partinë Demokratike, keni ngritur shkallët njëra pas tjetrës, ju konsideroheni sot si një i ri i Partisë Demokratike dhe bashkë me ju ka edhe një sër postesh, sekretariatesh të tjera që janë sa të vjetër aq edhe të rinj në moshë, si për t'i dhënë një ngjyrim, një ripërtëritje kësaj partie. A mendoni ju si nën kryetar që me grupin tjetër do mund të sillni një frymë të re, ajo që pritet nga opozita shqiptare? Besoj, shpresoj dhe jam i bindur që po. Do me thënë, termi ripërtëritje apo slogani ripërtëritje nuk mbeti i tillë, vetëm slogan, por u bë realitet. Kjo nisi që me zgjedhjet në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike, këtu do i marrim 2 minutë shikuesit për t'ia sqaruar të plot. Unë ju a jap pra në zgjedhjet për Këshillin Kombëtar për herë të parë pati një risi pa precedent në PD, ku 40% e pozicioneve fituese rezultuan gra, zonja zonjusha dhe të rinj, që ishte një risi e paprecedent në PD. Më pas kaluam në fazën tjetër të garës, ku u zgjodh kryesia e Partisë Demokratike, ku ka një numër shumë të lartë të rinjve që janë përzgjedhur anëtar të kryesisë së Partisë Demokratike dhe atyre që zgjidhen për herë të parë, dhe kjo kulmoi pastaj me sekretariatet, që për herë të parë ne kemi një ripërtëritje pothuaj 95% të sekretariateve, pra mos gaboj kanë qenë vetëm 2 apo 3 nga 16 personat që kanë rikandiduar për një funksion sekretariat, dhe kemi për herë të parë një formulë tjetër, pra me më shumë nën kryetar, ku kemi një pozicion nën kryetarit dedikuar drejt për diasporën,
për të tekstuar rëndësinë që Partia Demokratike ka për shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në diasporë, që mos jenë remitancat e tyre janë me qindra mijëra familje që nuk do të mbyllin dot muaj në Shqipëri, dhe kemi një vajzë sot ekselente të shkëlqyer, një pedagoge në Bruksel, një vajzë brillante si Erisa Bajaziti që është nënkryetare. Kemi një nënkryetar të ri që është i fokusuar në punën me të rinjtë me programin që është Nikola Kedhi, një djalë jashtëmasi i formuar me një eksperiencë shumë të vyer me publikime në mediat më prestigjioze amerikane dhe ndërkombëtare. Kemi dy nënkryetarit e tjerë që janë fokusuar 100% me punën me grupin parlamentar dhe me kuvendin. Jam dhe unë i fokusuar kryesisht me strukturat e partisë, dhe kemi një përbërje krejt të re, pra pa harruar, patjetër, edhe ata që kanë vite, ata që kanë më shumë eksperiencë, ata që kanë shumë kontribute në 2 apo 3 dekada në Partinë Demokratike, që janë pjesë e, le të themi, ekipit drejtues Partisë Demokratike. Pra është bërë një gërshëtim real i eksperiencës edhe i energjisë dhe i risisë. Kjo do të shihet, nuk do të presim shumë kohë, do të shihet 2 ditë nga sot apo 3 ditë, ditën e njëjtë. Në datë 27 ne kemi lënë në orën 18 një mbledhje të Këshillit Kombëtar, do të jetë mbledhja e para që zoti Berisha ka tritur për sezonin dhe pas le të themi qepjes finale të gjithë strukturave. Pra çfarë do të thotë që në ditën e njëjtë do të kemi një, por jo vetëm, do të kemi një prezantim të një platforme të re të modernizimit dhe të digitalizimit të Partisë Demokratike. Jetojmë periudhën e inteligjencës artificiale, të zhvillimeve të shumta teknologjike në botë. Patjetër Partia Demokratike duhet i përgjigjet këtyre zhvillimeve avangarde dhe hapit kohës, modernizimit saj, të strukturave, të mesazhit, të organizimit brendshëm, por jo vetëm. Por patjetër do të kemi një mbledhje interesante për të shpalosur edhe vizionin dhe objektivat 4-vjeçare të gjithë atyre që janë zgjedhur. Tash e rëndësishme është Erion të kuptojmë diçka. Mund të jepet mundësia për të zgjedhur një funksion, mund të jepet besimi, por gjithsecili prej nesh, duke filluar nga unë i pari, do duhet justifikojmë para qytetarëve, jo vetëm para demokratëve, por para qytetarëve atë besim që na është dhënë, për të pasur këto pozicione kyçe dhe për të mos qenë aty vetëm si pasojë e një moshe të re, apo e fakti që i pa konsumuar në pushtet, sepse ju sot nuk më gjeni dot në leadershipin e Partisë Demokratike, në kryesinë e saj, në sekretariate, kudo, në këshill kombëtar, me gishat e një dore mund të më gjeni persona që mund të kenë administruar pushtet. Të gjithë janë persona që nuk kanë qenë kurrë në qeverisje, nuk kanë administruar kurrë pushtet qendror apo pushtet lokal, por do duhet jetë performanca. Pra, bazuar mbi performancë do duhet jetë edhe le të themi angazhimi që çdo kush prej nesh do duhet ndërmarr për të justifikuar atë besim që është dhënë. Meqense përmendet performancën, deri më sot çdo kujt që ka ndjekur aktivitetin politik në vend, i është tiposur një përshtypje që pavarësisht se çfarë mund të bëjnë strukturat e Partisë Demokratike, askush nuk mposht aktivitetin, rendin që ka ndërtuar kreu i saj, Sali Berisha. Pra, doktori ndonë se sot është më i vjetër në moshë, ndoshta se sa të gjithë bashk, prap duket sikur ai ka qenë personi që punonte më shumë nga të gjithë. Pritet të përmbyset kjo strukturë, apo nëse nuk e thot Berisha diçka, media e para është ajo që nuk i jep vëmendjen e duhur. Janë disa komponentë dhe faktorë të ndërtuar me njëri tjetrin, por ky nuk është një lajm i mirë për le të themi kupolën drejtuese apo për leadershipin e Partisë Demokratike. Fakti që sot zoti Berisha vijon të ketë primatin e aktivitetit politik dhe të angazhimit politik dhe të punës, dhe të vullnetit. Nuk është normale. Pra, nuk është normale që në 36 vite në Partinë Demokratike njerëzit vijojnë të presin me syt nga Sali Berisha, çfarë po thot ai, çfarë po bën, çfarë po deklaron, çfarë po proklamon dhe apo na jep hapësira. Jo, hapësira merret me angazhim, me punë, me përkushtim, me dedikim, me vullnet dhe me një persistencë, sikundër e ka dhe vetë zoti Berisha. Thënë këtë, unë mendoj se askush nuk duhet pres që zoti Berisha t'i ngarkoj më shumë punë, t'i vendos më shumë objektiva, apo t'i kërkoj të bëj detyrën për cilën janë zgjedhur. Duke filluar nga nënkryetari, sekretari i përgjithshëm, antarët e kryesisë, që të gjithë do duhet që në rast se nuk e tejkalojnë performancën e zotit Berisha, të paktën të afrohen me vullnetin, me punën dhe përkushtimin e atij. Pa diskutim nuk është e lehtë. Duhet të kuptojmë edhe diçka tjetër. Këtë bësh me një forcë politike që për 2 javë futet në vitin e 14 të opozitës. Është e paprecedent kjo në rajon. Është hera e parë që ndodh, kam përshtypjen edhe në Ballkan, me një forcë politike që gjendet për 4 mandate në opozitë, dhe nuk është e lehtë adaptimi në këto kushte. Nuk është i lehtë edhe motivimi në këto kushte. Në kushtet kur përballë ke një makineri e cila e ka vrarë procesin zgjedhor në Shqipëri, ke një kryeministër që ka vrarë procesin elektoral.
pra nuk ka më zgjedhje bazuar në votë të lirë, bazuar në program, bazuar në ide. Për këtë fajt do shta keni disi edhe ju demokratët, jo ju personalisht, por me ato kodë zgjedhor të 2008-ës që jo duke u përkeqësuar me 2020-ën. Djegja mandateve, bojkoti zgjedhjeve lokale i 2019-ës që vijon të jetë një plagë e hapur sot në Partinë Demokratike. Dhe për mua nuk është vetëm një gabim, por është faj historik i Partisë Demokratike bojkoti i zgjedhjeve lokale i 2019-ës. Patjetër janë dhe këto komponentë asaj situate, por nga ana tjetër ke një kryeministër që e ka të qartë në vizionin e tij që nuk e do procesin elektoral dhe këtë e ka treguar, unë e kam marrë shpesh shembull, edhe kur nuk e ka patur të nevojshme që në rastin e parë që ka patur mundësinë të administrojë zgjedhje. Dhe këtë kam thënë shpeshherë dhe më lejoni ta rikthej prapë në vëmendje. Kur u zgjodh kryeministër dhe kur hyri në zyrën shtator të vitit 2013. Nëse e mbani mend, atëherë ish kryetarin e bashkisë Korç, Niko Peleshin, e emëroi zëvendës kryeministër dhe u shpallën zgjedhjet parakoshme në Korç, në muajin tetor të vitit 2013. Dhe ende pa bërë një muaj në zyrën e kryeministrit dhe kujtojmë shikuesit që Ministria e Brendshme, qeveria është garanti i procesit elektoral në vend. Mbani mend pamjet se si paguheshin para për të rinjt, për studentët, për të shkuar për të votuar për kandidatin e Partisë Socialiste atëherë në vitin 2013 në favor të tij dhe paguheshin para dhe sigurohej edhe transporti dhe jepej naftë dhe deformohej vullneti i lirë i qytetarëve. Pa patur asnjë nevojë një nga bastionet e Partisë Socialiste atëherë. Dhe në kulmin e pushtetit, pa bërë një muaj zyrë. Kjo është një lakmus për të kuptuar çfarë mentaliteti ka patur ky, çfarë vizioni ka patur Edi Rama vet për zgjedhjet dhe kjo filloi duke u perfeksionuar. Vizioni ju i shkuat pas, duke praktisur mandatet, duke mos marrë pjesë në 2019-ën, duke shpresuar më shumë tek ndërkombëtarët, sikurse ndodhi tek ndryshimet e 5 qershorit të famshëm dhe duke e lënë çdo gjë në dorë të atyre ku edhe ju surprizuat me atë votim që bëri Partia Socialiste e vetme në atë kuvend. Pra, nga njëra anë, kur themi që ndeshet Brazili me Argentinën, e dim që kemi dy skuadra të forta dhe Brazili është i bindur që Argentina do ketë sulmin si motivim të tyre. Edi Rama, duke pasur përballë një parti demokratike që pse jo, çdo kush do investonte ta përçante, por e gjeti të përçarë dhe e la në këtë situatë, mos ndoshta kishte një kundërshtar që nuk ishte në përballjen e duhur? Kishte një kundërshtar që ka bërë dhe gabimet e veta. Patjetër që po. Dhe unë nuk e mohoj këtë, në asnjë moment nuk e mohoj. Pra duke u kthyer në kohë, duke marrë zgjedhjet e vitit 2015, faktin që u bojkotua dhe reforma territoriale atëherë vitit 2014, që prodhoi një reformë dhe një ndarje të re territoriale me 61 bashki në vitin 2015. Fakti që ne nuk morëm pjesë në tryezë dhe nuk dham opsionin tonë në atë kohë, na penalizoi në vitin 2015. Penalizoi elektoralisht PD-n, nga ana tjetër shpopulloi Shqipërinë. Se po të shohësh efektet e asaj reforme në 10 vite, sot jemi 10 vite më pas, rezulton që pjesa dërmuese e zonave rurale në Shqipëri dhe zonave periferike sot është populluar. Për shkak se u larguan shërbimet, decentralizimi që u premtua atëherë i pushtetit nuk funksionoi, u centralizuan gjitha shërbimet e mëtutje dhe sigurisht qytetarët humbën kontaktin me derën e parë ku një qytetar troket kur ka një problem me pushtetin vendor. Dhe nuk u bë asnjë analizë në atë periudhë. Në 2016 ka qenë fenomeni i zgjedhjeve në Dibër, pjeshme, nëse mbani mend me shokriun e famshëm të Partisë Socialiste, ku ajo ka qenë një këmbën shumë e fortë alarmi, pra në një zonë si Peshkopia, ku arsyeja e zgjedhjeve lokale ishte një skandal i paprecedent në atë zonë dhe ku duhet favorizohej opozita, e cila e kishte humbur atë bashki në vitin 2015, pra vetëm një vit më përpara, me vetëm 400 vota. Dhe unë mbaj mend mjaft mirë se kam qenë prezant atëherë në Dibër, në zgjedhjet në Peshkopi. Befas 10 fishoi diferencën Partia Socialiste me 4000 vota dhe produkti atyre zgjedhjeve është dosja e famshme 184 dhe ju e mbani mend që atëherë përgjimet që ishin u bën publike të Samir Tahirit vesh edhe bildi në Gjermani, jo vetëm ne. Gjithë me radhë se si bëheshin votat, por ajo ishte një këmbën alarmi për të kuptuar ku po shkonte situata dhe për të adaptuar edhe Partia Demokratike qëndrimin e saj politik. Në vend të bënte këtë gjë, prodhoi një efekt kundërt. Në 2017 nuk prodhua çadra, patëm vetëm 4 javë kohë për të bërë fushat. Në petkun e Republikës së Re u vendosën themelet e shpërbërjes Partisë Demokratike, strukturave të saj, të kontributeve të saj në vite.
dhe u prodhua rezultati më i dobët i gjitha korave i Partisë Demokratike. Prap nuk pati analizë, nuk pati vullnet për analizë. Në vitin 2019 ndodhi katastrofa elektorale e bojkotit të zgjedhjeve lokale dhe në vitin 2021 ne vetëm për në shumë absolute vetëm për rreth 32.000 apo 33.000 vota edhe për shkak të 5 qershorit famshëm të vitit 2020 nuk arritëm që ne të sillim ndryshimin në vend e rotacionin politik. Dhe edhe në atë moment nuk pati kohë për një analizë të mirëfill sepse Sali Berisha me urgjencë u shpall person non grata. Pas një fakt, pas një provë dhe Partia Demokratike hyri në një cikël të brendshëm shumë të vështirë, nga i cili besoi që vetëm me zgjedhjet e muajit kaluar mundet të ketë marrë fund përfundimisht dhe zyrtarisht ai cikël. Pra një cikël përplasje, mbijetese, lufte me ndërkombëtar të korruptuar, me gjykatës të kapur në vend, me një qeveri që tentonte të emëronte liderin e opozitës dhe një luftë për të provuar që Partia Demokratike ishte në fakt opozita reale e vendit. Tani kjo histori ka marrë fund. Ky kapitull është mbyllur dhe është hapur kapitulli i ri, kapitulli i alternativës i Partisë Demokratike dhe kjo do duhet të jetë kryefjala edhe nga dita e njëjtë e mvijim. Pra, edhe kjo mbledhje e Këshillit Kombëtar nuk duhet të jetë më një mbledhje që flet vetëm për sakrificat që kanë bërë demokratët, ka bërë PD-ja, po më patjetër i ka bërë gjitha dhe është një forcë e cila i ka rezistuar një tentative të paprecedent në Europë për ta shpërbërë me faktorë të brendshëm dhe të jashtëm, por ne do duhet dalim me alternativën tonë. Menjëherë sapo të mbyllet përfundimisht debati dhe harta e re për sa i përket ndarjes territoriale, skeptik jam i bindur që Edi Rama do të vijojë planin e tij të njëanshëm për të vijuar me 46 bashki. Ne nuk mundet, bojkoti nuk ekziston më në terminologjinë e Partisë Demokratike dhe në statutën e Partisë Demokratike e kemi të ndaluar bojkotin. Por ata kanë pushtetin e votës, zoti Kolliçi. Domethënë edhe zoti Boçi këtë më tha, ne e dim se kë kemi përpara, shpresojmë që ata që e financojnë këtë reformë të thonë të tyrën dhe të kenë më shumë tesh fjala e tyre në këtë se tonë ne kemi bërë. Pra, zoti Boçi si bashkëkryetar i Komisionit për Reformën e Posaçme Territoriale ka prezantuar raportin e Partisë Demokratike të ekspertëve tanë, rreth 443 faqe, kemi prezantuar hartën tonë, kemi patur 3 opsione, një me 90, një me 100 dhe një me 110 bashki, i kemi qëndruar fort dhe kemi bërë publik propozimin tonë për krijimin e një hartë të re, një ndarje të re territoriale o administrative me 100 bashki, kemi dhënë logjikën tonë se pse do duhet kjo ndarje e re, çfarë benefitesh, avantazhesh vijnë me këtë ndarje të re, dhe ne kemi bërë detyrën tonë raport edhe me partnerët, edhe me donatorët, edhe me gjithë ata që kanë sponsorizuar dhe kërkuar këtë reformë. Po në fund ditës ne këtë kemi në dorë. Kemi bërë detyrën tonë para edhe zgjedhjeve, edhe opinionit publik për të sqaruar qëndrimin tonë në mbrojtje të interesit qytetarëve. Nga ana tjetër, në momentin e parë që ne do të kemi zyrtarisht një ndarje të re, pra një vendimarrje për sa i përket ndarjes së territoriale, ne do duhet të kemi kandidatët tanë më të mirë në çdo bashki për të hyrë me një mision të vetëm fitoren në çdo bashki të mundshme, ku Partia Demokratike do të ketë kandidat e saj, jam i bindur 100% bashkive do të ketë kandidat e saj. A me primare, a me një format tjetër, unë këtë nuk di t'ja u them sot, nuk fshihet fakti që në Partinë Demokratike ka shumë zëra që shpeshherë kanë shkuar edhe kundër logjikës së primareve për shkak se kultura politike, ballkanike, shqiptare etj ka shumë të vështirë të pranojë humbjen brenda të njëjtës forcë politike. Shpeshherë mund të për shkak të inateve të brendshme mund të jenë prodhuar edhe rezultate ku disa bashki janë humbur për një grush votash për shkak të hatërmbetjeve apo të përplasjeve të brendshme. Por kjo histori duhet marrë fund, pra ne do duhet kemi brenda muajit tetor në gjykimin tim, do duhet kemi kandidaturat më të mira për të përballur në betejën e parë elektorale që do të jenë zgjedhjet vendore. Megjithatë, tu po lëm dhe po anashkalojmë një fenomen shumë të rëndësishëm, protestën. Protesta që është në ditën e saj 86. Për ato do flisim. Dhe skandalet. Ndjesinë e kam që shtatori duhet shumë i nxehtë. Duhet shumë i nxehtë për Edi Ramën, duhet shumë i nxehtë për rrethin e tij të ngushtë familjar, duhet shumë i nxehtë edhe për miqtë e tij me të cilët ai bën trafik që do ta shihni shumë shpejt. E qartë, por zoti Kolliçi, besoj edhe ju e keni dëgjuar opsionin e socialistëve. Kryeministri Rama po përgatitet të rikthejë Ulsi Manjën në Ministrinë e Brendshme për ta shtypur protestën, apo jo? Po, çudi nuk është, por ajo protestë nuk shtypet. Me çdo mjet e ka provuar Edi Rama 86 ditë,
me çdo formë intimidim, me shantazh, me blerje, me linçim, me shpallje non grata të personave të ndryshëm që marrin pjesë. Me platforma online, në mënyrë Me që flamingot thotë ai me flamingot që i sulmon, me personazhe sponsorizuara nga vetë Rama për të sulmuar, për të baltosur protestën, nuk do t'ja dalë dot. Kjo është një protestë pa precedent. Tani po flet me një individ që ka udhëhequr një protestë për 44 javë para Bashkisë Tiranë. Prandaj do edhe atëherë nuk kanë lënë mjet, linçim, formë pa përdorur për ta shtypur atë protestë dhe për ta mbyllur atë protestë, e cila çdo ditë anatemohej si një protestë e parancishme, e vogël, pjesëmarrje e ulët, një lloj siç bëjnë tani me këta protestues, që janë heronj gjykimin tim që dalin këto muaj. Dhe unë mbaj mend nga gjithë ajo eksperiencë, ajo protestë zgjati 4 stin, filloi në pranverë, kapi verën, kapi dimrin, kapi vjeshën dhe përfundoi në dimër. Unë mbaj mend 2 muaj shumë të vështirë, kanë qenë korriku dhe gushti, me temperatura shumë të larta, mbi 40 gradë. Ka qenë pothuajse në kufite të pamundurës pjesëmarrja, të thrisej njerëzit dhe njerëzit na vinin. Ai sa vinin dhe përgjigjeshin. Vërtet po. Dhe në kushet njëjta, por ndryshe nga ne, jo një herë në javë, por në mënyrë të përditshme, të rinj, të rejat, shqiptarët brenda Shqipërisë nga diaspora që vinë për 86 ditë me radhë dhe mbajnë këtë protestë në mënyrë të përditshme, në korrik dhe në gusht, në këto temperatura, jam i bindur që temperaturat e reagimit do t'i rrisin në shtator dhe në tetor. Unë kam bindje absolute që ajo protestë do të arrijë qëllimin e saj, largimin e kësaj qeverie, largimin e Edi Ramës. Nuk hyke politikanët që mund të fluturojnë shpeshherë me presh, apo që janë shpeshherë më optimist sa duhet, përkundrazi, jam shumë i matur dhe shumë i kujdesshëm, por duke parë reagimin, duke parë trajektoren dhe duke parë edhe duke patur edhe disa hince dhe indicie në raport me çfarë mundet të ndodhë dhe do të ndodhë, i bindur jam që ajo protestë do të arrijë suksesin e saj. Pra, këtë e them për ditur diçka, që ne nuk i shmangemi përballjes elektorale, kjo është e padiskutueshme. Por nuk e di a shkohet me Edi Ramën kryeministër në zgjedhjet lokale apo nuk shkohet. Kjo mbetet për tu parë. Ju gjithmonë që më vini në studio, më jepni ndonjë parashikim që në pjesën ndërmuese kanë qenë 100% të vërteta, të shohim se çfarë ndodh me këtë. Por zoti Kolliçi, ju jeni njeriu protest. Dhe personalisht nuk e di se si e keni mbajtur veten distant në këtë lloj proteste. Ishin thirrjet që vinin prej saj, vetë përjashtimet që nga foltorja bëheshin ndaj disa grupeve, se nuk ishte vetëm ndaj jush. Domethënë çdo kush që doli në bulevard fillimisht përjashtoi automatikisht çdo përfaqësues politik. Por ju ishit njeri i popullit. Ju ishit personi që treguat se me qëndrueshmërinë gjërat mund të arrihen sikurse ndodhi me Bashkinë Tiranë. A do gjeni formë përfshirëse të kërkesave apo të protestuesve në PD në të ardhmen, apo nga enjtja pjesë e platformës do të jetë si PD-ja të bëhet pjesë e protestës? Shiko, Erion, t'jem i sinqert 100%. Patjetër kam patur në ditët e para kam patur pothuajse të pamundur mungesën në shesh dhe është dashur të ka përdi shumë situata, thirrje, provokime etj. Për të mos marrë pjesë në atë protestë. Po me një qëllim vetëm për të ruajtur protestën. Pra në momentin që aty ka një thirrje nga fuqia e jashtëzakonshme mediatike e këtij pushteti për të spinuar çdo lloj lajmi të mundshëm, për të hedhur balt mbi çdo individ të mundshëm dhe për të përçarë kudo ku gjen dy shqiptar me një mendje për të tentuar për t'i përçarë. Dhe për sa kohë aty ka patur një thirrje persistente që partitë politike do duhet të qëndrojnë larg nga kjo protestë në raport me organizimin e protestës, me mbarvajtjen dhe me mesazhin politik, sigurisht un kam respektuar 100% këtë thirrje, kam dalë 2 apo 3 herë edhe publikisht në protestë, kam dalë si qytetar, kam dalë si qytetar i Tiranës, i lindur edhe i rritur në këtë qytet. Pa diskutim sheshi është ADN-ja e Partisë Demokratike. Nuk kam asnjë kompleks, ja u them edhe sot protestuesve, është fal betejave dhe qindra e mira protestave të Partisë Demokratike në Tiranë dhe në çdo cep të Shqipërisë në këto 13 vite që institucioni i protestës u mbajt gjallë në Shqipëri, sepse kanë tentuar ta vrasin nervin opozitar me çdo kusht kjo mazhorancë me Edi Ramën krye. Por duke qenë se kjo ishte një protestë qytetare, e thritur nga qytetarët dhe për fatin e madh nuk pati kurrë një kokë, pra pati një organizim
dhe një frym kolektive të drejtimit të kësaj proteste, unë i kam qëndruar strikt kërkesave të protestuesve që personat me mandat politik do duhet të qëndrojnë distant nga kjo protestë, pa hyrë brenda zhvillimeve dhe insinuatave të protestës. E kam respektuar këto, kam pasur çdo ditë aty pjesëtar të familjes sime në protestë, kam pasur të njohur të mi, Partia Demokratike që të jemi të qartë për gjithë qytetarët që na ndjekin në protestat e mëdha që janë zhvilluar, që janë rekord kam përshtypjen, ka qenë e tëra në shesh. Nuk ka qenë lehtë të përballesh edhe me disa thirrje të cilat janë spinuar kryesisht nga grupe të vogla që kanë agjendat të tyre politike që godasin dhe opozitën dhe duket shpeshherë sikur protesta është rritur kundër opozitës, por pjekuria politike këto sjell, të kuptosh qëllimin madhor. Qëllimi madhor është që ajo protestë të ketë sukses. Për këtë lutet i pari çdo demokrat dhe çdo funksionar i Partisë Demokratike. Pse? Sepse aty ne shohim të kurorzuar betejën tonë në këto 13 vite për të rrëzuar një regjim siç është ky Edi Ramës. Dhe në ka diçka që ja ka qerr maskën Edi Ramës në këto 13 vite dhe e ka nxjerrë ashtu siç është para qytetarëve dhe mbi të gjitha ndërkombëtarëve, është ajo protestë. Dhe edhe gjithë teoritë që Partia Demokratike është kundër, Partia Demokratike kërkon ta përçajë, Partia Demokratike kërkon që ajo protestë të shuhet, kuptohet ngadalën, kuptohet kush e nxjerr, kuptohet kush i spinon dhe kuptohet që intereson Edi Ramës për të vënë një shenjë barazie midis PD-s dhe PS-s. Megjithatë, këtu pastaj dallohet pjekuria e një qytetarit pa angazhuar politikisht me një politikan karriere. Partia Demokratike, politikanët e karrierës në Partinë Demokratike kuptojnë mjaft mirë qëllimin, objektivin politik dhe nevojën për të patur sukses ajo protestë. Për këtë arsye, jemi disa hapa mbrapa, janë qytetarët para dhe është protestë e qytetarëve. Ato 5 pika që kanë protestuesit janë 5 pikat e Partisë Demokratike, po të heq parën largimin e Edi Ramës, që është e padiskutueshme, po 4 tjerat janë betejë publike të PD-s. Ligjin për trashëgimimin kulturor e kemi ne betejë, ligjin për zonat e mbrojtura e kemi çuar në gjykatë kushtetuese. Ligjin për investitorë strategjik e kemi debatuar prej 6 vitesh tashmë. Dhe janë nisma konkrete tona ato, të gjitha tonat, por megjithatë, me që qytetarët kanë marrë tashmë primatin e sheshit dhe të kauzave publike, i takon atyre ta udhëheqin, ne jemi në suport. Unë aty kam hequr mantelin si politikan, kam shkuar si qytetar, se këtë drejt nuk ma i do të asnjëri. Ju nuk keni shkuar vetëm si qytetar, po ju jeni ai që me sloganin Belo për Tiranën doni të shkonit më afër çdo lloj qytetari. Sot ama Zoran Mamdani është kaq i njohur edhe ndër shqiptarët. Ju keni një mjekër që i afroheni imazhit të tij. Do kemi një rikthim të Belos për Tiranën në vitin e ardhshëm ku edhe votohet? Jo, e kam thënë edhe më përpara, unë atë kapitull e kam mbyllur prapë betejën e 14 majit vitit 2023, unë e kam mbyllur në datë 14 maj elektoralisht, dhe rezultati ishte ai që ishte. Për këtë nuk kam rreshur së shprehuri falënderime dhe mirënjohje pafund për komisionerët numërueste e djathtë dhe të Partisë Demokratike që në kushte pa precedenta prodhuan një rezultat të tillë. Por nga ana tjetër, betejën politike unë e përmbylla ditën kur ish kreu Bashkisë Tiranë u arrestua dhe me pranga u çua në burg me akuza korrupsioni dhe kur shtabi i elektoral 5D-ja shkuan gjithë në burg dhe u faktua që ato zgjedhje u vodhën nga shtabi elektoral i Erion Veliajt dhe nga Bashkia e Tiranës. Pra për mua ajo betejë politike është e përfunduar. Nuk është ky momenti për të vijuar një betejë lokale. Jam i fokusuar për shkak se tashmë kam dhe një pozicion si nënkryetari i Partisë Demokratike në betejën e madhe politike. Largimi i Edi Ramës një orë më parë nga karriga e tij është qëllimi im final politik. Koha mbaroi, zoti Kolliçi, sigurisht se ju premtova nuk ju mbaj më gjatë. Faleminderit që ishit sonte. Faleminderit për këtë mundësi dhe për këtë hapësirë dhe me dëshirën më të madhe do jem prezant sa herë që të më ftoni. Ne vlerësoj shumë. Faleminderit edhe një herë. Mos u largoni. Kthehemi pas pak.